Ky podcast mundësohet nga Fiberal, GMS Equity, IBC Telecom, VC Shop, Uila Ithiza, JT's Group, Salon Vogue. Vajza, Shakespeare para shekush bën një pyetje ekzistenciale. T'jesh apo mos t'jesh, t'jetosh apo mos t'jetosh. Mendoj të ftojmë një profesor i cili i jep përgjigje kësaj pyetje ekzistenciale. Jam krejt dakord, ose mendoj të ftojmë dikë që krejt jetën e vetë ja përkushtu asaj që vjen e para, fjalës, librave, letërsisë. Unë mendoj të ftojmë një filozof, se ai ka qenë në dimensione tjera. E bukur kjo, shumë interesante. Një profesor, një filozof, edhe një krijues letrar. A kemi në qytetin tonë dikën që i manë misupe të gjitha këto? Profesor Vincenz Marko, mirë se erdhe në Ikon Podcast, profesor. Mirë mbrëma, ju falenderoj për ftesën, jeni shumë të mira që më keni ftuar në këtë podcast për diskutuar lidhje me disa çështje, probleme, shqetësime ku dy unë për qytetin. Gjana të bukura. Gjana të bukura qytetit. Profesor, faleminderit që ju pranut ftesën tonë, sepse është për ne ndër me të pastë në këtë podcast. Je nër të partë e këtij podcasti, s'po them i pari, po nër të partë edhe ka kanë shumë rëndësishme mbështetja, qoftë edhe figurave shumë të ngritur në këtij qyteti. Sepse ky qytet ka nxjerr koka të ngrituna, njerëz të cilët kanë dhënë një kontribut veçantë dhe ju keni kontributin tuaj. Por unë sonte do të pa një pyetje ekzistenciale të Shakespeare-it. Shakespeare na bën një pyetje, e hedh një pyetje për njerëzimin, është si një bombë që plaset, edhe ajo bombë vjen të dhënë herë mas herët atë jehonën e saj. Me kanë apo mos me kanë? To be or not to be. To be or not to be. Është për mendimin tim kjo dilemë shakespeariane, është dilema e njerëzimit, e marrë njerëzimit, dhe dilema ekzistenciale edhe çdo individi. Të rrosh apo mos rrosh, do të thonë janë dilema që vijnë faktikisht në momente shumë të vështira të jetës, nuk është se kjo dilema është e përditshme dhe futet në përditësinë e njeriut dhe qëndron aty dhe çdo ditë njeriu bën këtë zgjedhje. Kjo zgjedhje kur sidomos si personazhi i Shakespeare Hamleti, që e përdor këtë shprehje, janë zgjedhje në momente kritike të jetës, kur ai ka marrë disa goditje të forta nga jeta dhe pasi është përpjekur që ta vë përfundi jetën ose ta dominojë jetën, ai realisht ndodhet midis mundësisë dhe pamundësisë për ta dominuar jetën. Dhe në këtë moment, faktikisht, ky personazh gjendet përballë kësaj vështirësie të jashtëzakonshme, pasi duket se tashmë ka humbur gjithçka nga jeta dhe bën pyetje ekzistenciale, a ja vlen? Unë nuk mendoj që shoqëria njerëzore është te kjo dilemë sot. Shoqëria njerëzore sot më tepër se asnjëherë tjetër, njerëzimi ka mundësi të mëdha për të zbuluar veten, për të njohur veten dhe për ta gëzuar jetën. Unë do të isha më tepër me një personazh tjetër të historisë së letërsisë botërore, po të letërsisë në përgjithësi, Odiseja, ku mesazhi kryesor i jetës është jeta është e bukur dhe ja vlen të jetohet dhe duhet jetohet me çdo kusht dhe të mos kërkohet përjetësia, po të kërkohet jeta sepse jeta ja vlen të eksplorohet në çdo moment të saj, si në rini, si në burrëri, si dhe në pleqëri. Pra, këto aspektet të jetës dhe hetimi nga individi i kësaj jete, duket se e shmangën dilemën hamletiane, e cila faktikisht edhe dilemë e pushtetit, faktikisht përballë pushtetit. Edhe një herë, domethënë, përse përket për ta ritheksuar problemin e dilemës hamletiane, ajo duhet të thënë faktikisht është dilemë që na vjen vetëm në momente shumë të vështira dhe në marrëdhënie kur ne përballemi me vështirësi që edhe me mendje kemi shumë të vështirë të i kalojmë, jo vetëm me forcë fizike, por edhe me mendje, sepse shpeshherë vështirësitë njeriu përpiqet me shkapërcy përmes forcës fizike, për asaj sa e mundet me dalë me sot. A mundem me ta bëj një pyetje direkte? Ka pas një moment në jetën tënde që ti e ke vënë diskutim me kanë apo mos me kanë, më mirë me kanë apo mos me kanë? Jo, në jetën tënde të thënë për unë këtë lloj marrëdhënie nuk e kam provuar asnjëherë sepse siç duket ose s'kam pas pushtete të mëdha. Por momente vështira njeriu ka në jetë, domethënë. Momente vështira ka, por unë kam bindjen absolut, domethënë, që janë të kapërcyeshme dhe me arsye dhe duke u mbështetur
tek ajo e drejtë që na bëron ne së mbrëmshme, sepse ne për të kuptuar nëse mendimet veprimet tona janë të drejta apo jo, siç thotë Platoni, ne kemi të qëndësishme për ta kuptuar nëse mendimi jonë është i drejtë ose i gabuar, se lidh me ne, lidh me vetë njeriu aftësia për ta perceptuar kur veprimi jonë është i gabuar apo i drejtë, apo i vërtet apo i shtrembur, pra vetëm se ne mund të kërkojmë rreth vetën, por nëse ne bisedojmë në mënyrë intime me veten, ne dimë kur veprimi jonë është i drejtë. Në momentin që unë di që ky veprim është i drejtë, unë bie në marrëdhënie të qetësisë me veten dhe një marrëdhënie të harmonishme me veten. Profesor, po të ndalemi pak te pjesa e Odisejës. E vini për me vujtur për më bë më të mirë? Për çështja e vujtjes dhe dilema nëse njëri është dënuar të vujë në jetë, unë mendoj që është një pyetje e cila ka munduar njerëzimin që në fillesat e veta, janë përpjek filozof, mendimtar, letrar të mëdhej, njerëz të mëdhej që i kanë shumë njerëzije për t'i dhënë përgjigje kësaj, por unë mendoj faktikisht unë jam një mendimi që marrëdhënia me jetën duhet kurzuar me një fjalë që është shumë e rëndësishme, me punën e dobishme për të tjerët, kur kjo punë e dobishme bëhet për të tjerët, ajo ka gjitha mundësitë, gjasat që të bëhet e dobishme edhe për personin që e bën. Unë faktikisht e shoh marrëdhënien e njeriu me botën në harmoni plot me veten një herë, pastaj në harmoni me të tjerët, pastaj edhe me universin. Nëse ti do të gëzosh këtë harmoni me veten, pra pasi ti bësh pyetjet ekzistenciale vetvetes, dhe ti përpiqesh të përmbushësh vetveten, të realizosh vetveten, ti je vetvetja, në këtë marrëdhënie kur ti je vetvetja, ti je në harmoni me veten dhe domosdoshmërisht i përmbushur je edhe në harmoni me të tjerët, pastaj edhe me mjedisin. Profesor, të tjerët, një komponent mjaft i rëndësishëm në jetën tonë. Atë sa Platoni thote që ne marrim vesh kush jemi nga të tjerët. Po, është domosdoshme sepse kjo të tjerët mund ngatrohet me fjalën opinion. Por zakonisht opinion ka një ngjyrës negative, sepse opinionet në përgjithësi kanë shkaktuar tek njerëzit edhe reagime fort të këndshme. Dhe për këtë arsye faktikisht ne marrim vesh nga të tjerët, por ne marrim vesh jo vetëm se për na thonë me fjalë, por edhe me qëndrime. Edhe në marrëdhënie me veprat që ata kryejnë në marrëdhënie me ne. Pra nuk është thjesht që ne marrim se ata na thonë që ti je mirë, se këtu pastaj fjala mund të shehet edhe hipokrizia. Por nëse gjestet, veprimet, shprehjet e fytyrës ose sjellja e individëve të tjerë përballë jush jep me kuptues se cila është vendi jot në marrëdhënie me tjetrin. Ti pasi kupton se cila është marrëdhënia vendi jot me tjetrin, pastaj ti edhe fillon dhe rivlerëson, ridimensionon veten. Pse? Sepse shikoj vetes. Nëse unë them se kush jam dhe përpiqem me hetu se kush jam. Po unë po e pyet një tjetër, kush jam për ju? Për ju të trija këtu, për shembull. Të trija keni një marrëdhënie me mua, e cila është kurzuar pikërisht nga shkruara rone përbashkët. Dhe nga kjo shkruar përbashkët që kemi bashkë ne, secili për jush ka një ide ose më që thotë Platoni ne jemi ide, ka një ide se kush jam unë. Ju keni secili një ide, por se keni ide të barabartë se kush jam unë. Sinjori. Asu se kam barabartë se kush jam unë, atëherë dalim tek pena dhe që thotë unë mund jem një, asnjë dhe 100.000. Pra 100.000 vetë që më njohin, jam për të i ndryshëm, jam një sepse unë mendoj se jam ky që jam, dhe asnjë se jam as ky që unë të mendoj që jam, as ai që ju mendoni se jam unë. Por jam një qenë dinamik lëvizje sipër që ndryshojmë, ne jemi qenë që ndryshojmë faktikisht, ndryshojmë dhe përpiqemi, duke ditë që është ndryshimi, i cili vjen përmes një lëvizje dinamike të vazhdueshme tonën, duhet kuptojmë pasi jemi në lëvizje dhe në ndryshim sipër, atëherë duhet për mendimin tim duhet të shohim që ky ndryshim që vjen është në dobit tonë të tjerëve, dhe nëse është në dobit tonë të tjerëve, dhe nëse nuk është pjesërisht nuk është në dobit, si mund ta kthejmë këtë në dobit të tjerëve, dhe duke qenë në dobit të tjerëve është në dobit edhe time, në këtë marrëdhënie faktikisht duket e pashmangshme mes tjetrit ajo që po dalin përsi të tjetrit që thoni ju, tjetri bëhet i rëndësishëm për të rregulluar marrëdhënien me veten, pastaj edhe me tjetrin. Po rrim të Platoni. Po. Edhe ka një shprehje shumë çuditshme, kisha me thënë. Njerëzit që tregojnë thot histori thot e udhëheqin shoqërinë.
A mundesh me më tregu një histori edhe me na udhëheq të trijave sot drejt këtij rrugtimi kësaj bisede bashkë? Tregojnë njerëz që tregojnë histori. Historinë nuk e di nëse përkthimi e keni sakt është fjala për rrëfime, rrëfenja, apo për histori të ndodhur vërtet, apo për ngjarjet tona të mbrëmshme që pastaj i shpjegojmë përmes i japim përmes poezisë Nuk e vën lirike, diskutim që muzikës. ti historinë keme përkthy në 1000 dimensione tuaja letrare dhe filozofike. Po ma merr në kontekstin që po tregojmë një histori që na ndodh me të vërtetë. Edhe e vërteta është ajo që udhëheq njerëzimin realisht. Patjetër, përpjekja për të zbuluar vërtetën dhe për shku drejt saj, që është një përpjekje jo fort e lehtë mes njerëzve, dhe sepse e vërteta e individit është gjithmonë subjektive, duke qenë subjektive, ajo është nuk ka nevojë të epërme për të debatuar dhe diskutuar, dhe një vërtet e debatuar mes me dhe jush është më madhe se e jemi dhe se juja, fakt. Sepse shtojmë tek e vërteta gjithë. Pra unë mendoj që debati i shëndetshëm çon drejt një të vërtete të mundshme, jo të vërtetës absolute. Nuk mendoj që ka një vërtetë absolute, dhe mbrojtësit e të vërtetave absolute janë persona që bëhen diktator pastaj. Kushto që unë kam të gëzoj këtë drejtë absolute, ati rujë se ka prirje të forta për të bërë, jo diktator, por për të diktu marrëdhëniet tuaja me jetën. Ju jeni ndër profesorët, mos më thonë, tonë rrugtimin tëm studentor, keni ka një profesor shumë ndryshe prej tjerëve, një profesor antikonformist, një profesor me një intelektualizëm tepër të lartë. Ajo që unë kam bërë është se studentët dojnë shumë. Ti je edhe ofër studentave, vetëm në aspektin e profesorit për atë dhënien e dijes, por edhe si njeri me këshillat e tuaja. A ka një histori të veçantë me studentat që ti mundesh me na diftu? Unë mendoj që marrëdhënia me studentë duhet të pa me shumë kujdes në shumë plan shkërim e marrëdhënies së këtij individi me profesorin, por njëkohësisht me konceptin profesor, por njëkohësisht edhe me konceptin me studentit përballë tejet, është një njeri i cili është aty jo sepse ki dashti të jetë, por sepse është aty për nevojat e tij, por për nevojat edhe të njerëzisë marrë, për shoqërisë njerëzore, dhe ai pritet të marrë nga ajo që ju mendoni si një profesor të t'i jepni, për të marrë më të mirën që ta mundsoj atë nesër kur të dalë në jetë, ta përballë jetën në mënyrë të suksesshme. Dhe një në arsye të shkollës, edhe vetë shkollën si dukuri është në këtë tjetër se përvoja shumë shekullore e njerëzve, e cila përmbledhet në kurse të shkurtra, ku dijet, të cilën e mundsojnë individin të kthehet të bëhet suksesshëm. Po si bëhet suksesshëm? Te fjala këtu që themun përmes punës. Pra shkolla duhet të shërbej punësimit. Pra ai studenti aty nuk është atje për ta vënë prove, për ta bile ajo që unë mendoj shpeshherë, marrëdhënia me studentë është që ne duhet të largojmë nga territorët e frikës studentit. Studenti duhet të jetë sa më i natyrshëm në marrëdhënie me ne, në mënyrë që ai të çlirohet e të përcjell vetveten në gjithë dimensionet e vet, aq sa është dimensioni i tij psikofizik, sepse po kemi kujdes sepse dimensioni psikofizike i studentëve nuk është i njëjtë. Unë ka qenë rasti për shembull pa që për ardh studentët të shkëlqyeshëm nga shkolla e mesme dhe që kanë dalë jo mirë në shkollë të lartë, dhe ka ndodhur që kanë ardhur studentë nga shkolla mesme jo të shkëlqyeshëm, por me një vetëdijsim më të madh për nevojë punësimi apo për diçka tjetër, ato kanë dalë në mënyrë të shkëlqyeshme në shkollë të lartë. Pra, shkolla e lartë. Se no, profesor Kja, mos kena një vlerësim të gabuar ndaj studentave? Vlerësimi jonë për studentët që padesh të thotë gjithmonë ka problem në vlerësimin ose dhënien e notës. Nota ose vlerësimi është diçka rrëmëllakosur për ta vlerësuar aftësinë e dikujt tjetër, por nuk do të kemi arrogancën që ne ambritme përfundimisht të vlerësojmë sikur është tjetri. Tjetri është një pus i pafund emocionesh, ndjenjesh, mendimesh, gëlojnë mendime nga matnyshmesh, frikrash, të cilat faktikisht mund të bëhen pjesë atij momenti kur ne vlerësojmë. Dhe duhet kemi shumë kujdes që të krijojmë një gjendje të një aftësie, një marrëdhënie shumë të ngrohtë që ai të ndihet vetvetja, nëse ai ka punu, nëse s'ka punu e sheqi s'ka punu dhe ne nuk po flasim për ato raste, ne po flasim gjithmonë, po marrim idealisht për rastet kur ai ka ardhur me marr diçka dhe ti duhet më dhënë diçka. Pra,
marrëdhënia jonë do të jetë marrje dhe dhënie. Pra ai ka ardhur marrë të dije. Ti do të gjesh mjetet, mënyrat, format për t'ia përcjellë këtë dije që i të bëhet atij domosdoshme, e nevojshme dhe frutdhënëse. Profesor, a mendon që fëmijët sot mbartin supe shumë më shumë se pesha aty në qoftë fizike, qoftë mendore? A mendon se sistemi jonë i simullanjes në Shqipëri duhet ndryshuar? Ndoshta i fusim në një rrugë kjo çështë nota, në një stres që në vogëli. Sa kam përvojë faktikisht për sa i përket simdhanjes në sistemet e fillore ose të vjeçarës, duke pas parasysh që kam pasur edhe fëmijët e mi, unë mendoj që gjithmonë ka vend për të rregulluar. Ideja që ka në gjatë përsosur, mos i shkojmë edhe se gjatë përsosur nuk ka kurrë. Gjatë përsosur. A ka vend për përmirësim? Unë mendoj që ka vend për përmirësim si këtu dhe në sistemi arsimor në marrë botën. Por ç'a ndodh? Nëse jemi te shkolla shtetërore i rrumbullakos problemet dhe nuk është në gjendje ajo të identifikojë dhe specifikojë problemet e gjithë secili nga individi. Nuk është rastësisht që për shembull njerëz të pasur çojnë shkolla të veçanta ku identifikojnë talentin e fëmijës që shmoshat e hershme dhe i çojnë përpara specialistëve që mund të identifikojnë se çfarë cilësish ka fëmijë e tyre dhe ku mund ta vendosin këtë fëmijë, në cilë shkollë mund ta vendosin ku ai të jap më të mirën e vet. Unë mendoj që në qoftë se një fëmijë realisht nuk ka të meta mendore, dy janë problemet që e bën atë të bujë. Bulizmi, që i vjen jo për fajin e tij, por për fajin e rritjes psikofizike herë të vonuar, sepse ashtu është temporitmi i zhvillimit të tij psikofizik, ose edhe për arsye të mjedisit që mund të jetë i vrazh, mund të jetë agresiv, mund të jetë jo përkatës për të. Pra ne shkolla shtetërore nuk arrin të specifikojë këto gjëra. Por ama shkolla shtetërore është një mirë publike, ku të cilën futen gjithë njerëzit garojnë me vështirësitë që ka. Shkolla shtetërore jona po shkon drejt atij shkolla shtetërore që ka e gjithë bota e zhvilluar. Nuk është se pastaj nëse prind kërkojnë arsimim të mirë, ne dimë historikisht që arsimi i mirë është marrë në shkollat e mira private, për shembull, unë kur lexoj të autorëve, verekur do me theksuti që ka thonë kam marrë filan shkollë në Paris, shkollën private e shkollën cilësore. I la studimet dhe pastaj filloi me vujt sepse nuk pat i di çfarë, apo diçka tjetër. Për një shkrimet e autorëve ne shohim se si specifikohet shkolla. Pse? Sepse arti i simullanjes është i vështirë, është jashtëzakonisht i vështirë. Duke edhe në sigurt ta marrim në idealisht që mësuesi është në kushte ideale. Edhe fëmijët janë kushte ideale. Përsëri marrëdhënia nuk është këtë kollajt, sepse duke pas parasysh që mësuesi është një dhe fëmijët janë 30 natyra të ndryshme, të gjitha 30 të ndryshme, me kërkesa të ndryshme, ai mësuesi normalisht do të përpiqet të rrumullakos marrëdhënien e vet me të tjerë, duke shku drejt saj, disa fëmijë profitojnë, disa nuk profitojnë. Kështu ka ndodhur historikisht dhe ka për të ndodhur. Atëherë prindët e gjorë që bajnë, për të mushtë të gropa, të bështeqe që i lënë ky sistem lerash, i çojnë pas ditën për kurse për shkolla dhe kërkojnë që të rrisin nga shkolla në përgjithësi. Shkolla ne duhet të dimë diçka. Jo, që për shkolla shqiptare nuk ka të ditë shumë shekullore që të themi ne. Një shkollë lidhur vonë, kështu publike, po themi, lidhur vonë edhe normalisht që edhe sistemi i vlerave mbi këtë shkollë do të ketë probleme, sepse shkolla nuk mund të përpiqet i paraprijë gjitha dukurive të tjera, por nuk është se thonë se ajo do të ndryshojnë me shkop magjik realitetin. Mësuesi në këtë realitet jeton, fëmijët në këtë realitet jetojnë. Ti nuk mund të thosh për shembull që po marrim një rast. Një fëmijë që rritet në Firenze për shembull, është përballë një edukimi nga mjedisi përmes veprave të ndryshme të artit që vret përballë. Dhe padigjë këto vepra ndikojnë në arti figurativ. Por nuk mund të themi ne që për shembull po një fëmijë që ka shanse të jetë në një qytet, po themi në jug të Italisë, të ketë po të njëjtë marrëdhënie me artin. Nuk është e vërtetë. Du me u kthy më naj të biseda ku jena tek universiteti. Alle universiteti është mendoj unë të paktën një prej atyne shkollimeve që krijon edhe një shtresë në shoqëni. Që ne po vujmë për një shtresë të mesme që me bën një diferencim midis të pasunit
edhe të varfnit. Me bë një diferencim edhe me sjallë ndoshta edhe me pru të vërtetën ma afër qoftë të të dyja palët. Apo kthehet thjesht në një atraksion, apo mos ndoshta po del nga moda? Ju këri bë, fakt, mërënda një pyetje, këri bë disa pyetje, se cila faktisht kërkon përgjigjen e vetë. Të gjitha janë të vërteta dhe gjitha janë pa vërteta që tha. Do të thonë, lidhur me universitetin, kanë vërtetën e vet, një pjesë vërtetës, por kanë edhe pa vërteta. Me cilat janë të vërtetat. Vërteta që universiteti si dukuri është një dukuri e cila unë kam thënë në biseda me ju që dihet në universitet kanë filluar të thihen para se me marru kursi universitar. Pse? Sepse bota, sidomos në pas në veçanë e 2 shekullit 20 ka lëviz me shpejtësi marramendse zhvillimi, industrializimi, futja me vrullë, Microsoftit, Windowsit, Google'it, në përgjithësi e rrjetet sociale, kanë bërë që njerëzit të takohen me dijet e domosdoshme me shpejtësi marramendse, por jo me dijet e thellura ama. Duhet të kemi kujdes me dijet e thellura. Dijet e thellura janë, unë mendoj që kanë për të qenë vazhdimisht pjesë e institucioneve të mëdha të universitetit dhe universiteteve shumë të veçanta. Nuk dijet e mira, e të suksesshme nuk kanë përqenë për gjithë universitetet. Dhe kjo shihet qartë sot në universitetin si dukuri, në përgjithësi në marrë botën. Nuk është e vërtetë që universitetet janë të gjitha njësoj, ose rënkimet thonë të vërteta absolute. Rënkimet po që më zbulu disa të vërteta esenciale thelbësore, por nuk është e vërtetë. Nëse bëjmë një krahasim midis dy brezave, pra brezit të ujë edhe brezit sotëm të rinjës. A është rrit inteligjenca kolektive? Unë veri re, do të thënë, të studentët që janë sot, që pyte ma drejt për drejt, unë kam këtë ide, studentët e sotëm, në përgjithësi, mas vitit 90, ka ardhë shkallë, duke u rritë marrëdhënia e sinqertë mes pedagogut dhe studentit. Unë mendoj që fëmijët janë më të drejtë për drejtë, më me pak frikë, më të shlirt, vinë me dije përgjithshme të mëdha, se mos harrojmë që telefoni që duket sikur sjepet si dije, të jep shumë dije të tjera, kompjuterin vetvete, mjediset elektronike që kemi ne sot, këto japin një farë efekti. Problemi e universitetit është problemi i punësimit. Në qoftë se fliti për universitetin shqiptar, por edhe për universitetin përgjithësi është raporti me funksionin, natyrën që ka universiteti. Ai përmush universiteti funksionin, rolin dhe natyrën e vet. Dhe kjo është një pyetje pastaj që kalon për te universitetet të Shkodrës, kalon në gjithë universitetet shqiptar për të marrë universitetet. Kriza e universitetit është e lidhur me punësimin. Pra nuk po arrin me zgjidh problemin kardinal themelor të vetin që ka universiteti. Pra, studenti i cili merr disa dije, saktura, të thellura, duhet ato dije me domosdoshmë të gjejnë hapësinën në mjediset ku jeton, të vendosë në punë dhe përmes punës të marrë profitimet. Për çfarë bëhet të shkolla lart? Nuk ka asgjë tjetër veçse për punësimin. Alo? Alo? Iden? Si e? Që bane? Arjola, si je? Po si e kalove? Mirë? Mirë, po te? Po, më falë, po sa mirë po të në jonë ty? Ke ndru telefonin, a? Po, më ihe mirë se i të shëndrova. Ban be, po ku e bleve? Sot po e kam blejt e visi shop. Të funit? Ja s'ka mundësi. Të fumë një që thash. Wow, fantastike. Çka i nevojitet një kryusit ri, profesor? Unë pres diçka nga Universiteti i Shkodrës, si mundën ata të drejtohen, që mos me marrë një rrugtim të gjatë, me ba gjuhë, letërsi, me ba, nuk e di, gazetari ose diçka tjetër, por thjesht me ju dediku krijimit. Unë mendoj që një ndër veprat që rre shumë këtë problem është quhet një vepra e madhërishme e pseudolonginit. Është shekulli i parë. E thotë kur ne shkruajmë,
do të kemi parasysh kur shkruajmë, sikur kemi jemi përballë një jurie siç është Homeri, Hesiodi dhe Tucididi. Pra, duke pas parasysh ke këto përballë, ne shkruajmë me këtë përgjithësi që ky shkrim po lexohet ose po gjykohet nga këto personalitete. Nëse ne vëna përballë kësaj marrëdhënie, pra, kur shkruajmë, marrim parasysh se nga kush do gjykohemi, se ne shkruajmë për tjerë, se thonë kush nuk shkruajmë për vetë, unë mendoj që shkrimet ne shkruajmë për tjerët fatalisht. Është edhe thjesht. Dhe ne kemi nevojë për tjerët, dhe shkruajmë për tjerët, dhe përpiqemi që edhe tjerët në shembullin e asaj përvoje që ti marrin për dorë të kalojnë ato përvojën tonë dhe të ecin me përvojën tonë në mënyrë që të mos ketë nevojë, sepse ka edhe marrëdhënie didaktike shkrimi. Mos ketë nevojë për shembull tragjedia greke, vinte në skenë gjëra të cilat publiku duhet të mësonte përmes tragjedisë dhe të mësonte katarzesin tragjik në mënyrë që ato që mësonte personazhi kryesor, kur ti ishe në një marrëdhënie po të ngjashme, të mos kishe nevojë të pësosh të jetë fatkeqësi. Pra të mësojmë përmes aktimit, përmes dëfrimit, edhe të marrim edhe të pastrohemi, ajo që quhet katarzis tragjik. Po më shikoj me kujdes artin përgjithësi, kur thashëm se do ta shohim artin, do ta shohim për nevojën lindës së tij, për çfarë lindi arti. Lindi si dukuri vetëm dëfryese, apo lindi si dukuri për të sjellë dije, njohje racionale apo njohje irracionale. Përse lindë, cili ishin nevojë që quhen lindjen e artit. Nëse ne marrëm zbulojmë këto nevoja të lindjes së artit dhe shohim se çfarë efekti ka sjellë arti në jetën e njeriu, atëherë përpjekjet që kanë vazhduar dhe vazhdojnë të jenë që ne prodhojmë art për art, i cili ose ne krijojmë për një jetë artin apo arti jetën, janë betejë herë fituar jetë humora nga artistët. Por Shkodër nuk mendoj që prodhon, unë mendoj që kemi ngatrojmë talentin me shkrimtarin. Ti mund ta kesh talent, por të shkruash është profesion. Dhe unë mendoj që shkrimtari është profesion i cili përvetësohet përmes punës së përditshme dhe përmes përvojës shkrimore të vazhdueshme dhe pastaj edhe unë për shembull unë kam një kolega këtu në katedrë që quhet Ridvan Dibra, unë gjithmonë e shoh të lexu librat e autorëve të tjerë, po përmendej se nuk e merr lencë këtë orë, po edhe po Boris Mishpur. E ka burë gjithmonë që lexon, për shembull, deni libër interesant e lexon. Sepse ka nevojë, unë mendoj, ka nevojën gjenuine dhe nevojën e qëndësishme të mushet, të ngarkohet emocionalisht përmes projektimeve, përmes ngacmimeve që sjell një autor i madh, edhe për cilin pastaj ai vetë ngarkohet dhe shkarkohet si artist. Dhe shkruaj. Por ama nuk e kam pa një herë të hesht në punën e tij. Ai për ditë vazhdon të shkruaj. Dhe një artist duhet të shkruajë për ditë, të rritet për ditë deri në sa jap më të mirë vet. Po kujdes, talenti, se ne themi që talenti lind, por unë mendoj që rritet. Rritet përmes punës. Rritet përmes përvojës, përmes të jetuarit të përditshëm me artin e tij. Dhe është si puna e një violinisti i cili për të qenë i mirë, ai duhet njësohet me violinën. Po se bën violinën pjesë trupit vet, ai nuk mund të jetë violinist. Mendoj që Universiteti i Shkodrës jep shumë edhe kam frikë se në këmbimin e tij nuk merr asgjë, ose shumë pak. Shumë mendoj edhe unë. Unë mendoj që Universiteti i Shkodrës i ka dhënë shumë vendit. Mendoj që vazhdon të jap prap vendit. Ajo që unë nuk kam vurë re, nuk e kam pa kthimet asaj çfarë ne kemi dhënë. Nuk i kam pa fort. Pra me universiteti marr ato merita që faktikisht i ka dhe ato vlera që i ka dhe që ja ka përcjell publikut, ja ka përcjell gjithë shqiptarëve, se nuk është Universiteti i Shkodrës, nuk ka dhënë vetëm Shkodrës, por ka dhënë shqiptarëve në gjitha trevat e Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë, Malzi, Kosovë, e kudo. Unë mendoj faktikisht nuk jemi pak deficitar në marrëdhënie me përqmiq e marrjes. Nuk mendoj që Universiteti i Shkodrës nuk ka luajtur rolin e funksioneve vet në marrëdhënie me vendin dhe me shoqërinë. Profesor, artisti a mendon se është i lidhur ngushtë me lirinë? Çfarë është liria dhe a abuzohet shpesh në termin it's my life, është jeta jeme, është liria jeme? Unë mendoj fakt që po thoni në fund tani,
Mendoj që është në gjërat më dëshme që është bërë rinis. Në emër të lirisë, shpeshherë rinia ka shku drejt shturjes. Nuk ka pas marrëdhënie të maturisë me lirin. It's my life është, që të thotë është jeta jeme. Jeta kjo të bëhet në qoftë se më tham jeta jeme, ti ke hell dozat e egoizmit ekstrem. Dhe duke hell dozat e egoizmit, ti ke prodhuar një individ egocentrist. Egocentrist që duhet cilët gjithçka rreth tij dhe gjithçka e bën për vete. Dhe te kjo botë nuk është tjetri. Mungesa e këtij tjetri këtu, çfarë problem ke mungesa e tjetrit? Për shembull, unë thash parë që ne jemi njerëz që duhet jemi në harmoni me veten. Po që të jemi në harmoni me veten, ne s'mund të jemi në harmoni me veten, por në qoftë se mos jemi në harmoni me ju. Se si do bëjmë këtë bisedë të bashkë, sot në qoftë se nuk do kishim marrëdhënie të harmonishme bashkë. Ne bëjmë këtë sepse jeni ju, sepse mos jeni mos po të flas vetëm. Kështu që ne nuk i kemi mësuar fëmijët që të kuptojmë që aty fjell pas ty është tjetri. Dhe pas tjetër është bota. Dhe ti do të jesh në harmoni me tjetrin. Edhe duke qenë në harmoni me tjetrin do thotë që të marrësh përgjegjësi për tjetrin, që të mos lëndosh tjetrin. As me fjalë, dhe as me punë, as me vepra. Pra ti duhet të kesh kujdes për tjetrin se ai është aty edhe për ty, e ti si vetëm i bashkë me të. Dhe duhet të kenë bashkë me të i më fort përballë jetës. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tënde? Momente vështira kam pas vazhdimisht, po thash edhe herë, asnjëherë të dilema hamletike. S'kam shkuar asnjëherë te ajo dilemë. Kam pas disa momente vështira, pa diskutim, marrëdhënie me prindërit e mi, marrëdhënie me sidomos me vëllezërit, me motrën, momente të vështira që jo për fajt tyra s'fajt tem, por për fajin e mjedisit të rrethanave që na kanë kurzuar atë vështirësi. Momente të vështira në jetë, por siç thash që në fillim, ne jemi përpjek vazhdimisht të luftojmë me vështirësi. Nuk kemi, unë asnjëherë në jetën time nuk kam qenë një luftar i cili atërhek, s'm tërhek kur para vështirësisë. Sa do e madhe që ka qenë, sa do. Unë do të them vetëm një moment të rëndësishëm. Kur të tjerë kanë dashur ma marrin kohën, unë ju kam marrë kohën, nuk më kanë marrë kohën. Po kur tjerë kanë pas, kur midisi ka qenë armiqësor, ndaj meje, kur tjerë kanë dashur ma marrë kohën, e kam marrë kohën, si e ke marrë kohën, më thosh ti. Unë e kam marrë kohën në më të mirën e mundshme, do të them. Unë kam lexuar Shakespeare mi 16 herë. O zotë, kush e di sa kam lexuar? Në një vend ku do duhet që të ishe i privuar nga fluturimi. Jo, në vend që të rri me një person caktuar, unë kam ndajme Shakespeare, kam lexuar Shakespeare, kam lexuar, po themi, Mbretin e Lirë, mund të kem lexuar kush e di sa herë Mbretin e Lirë. Dhe më mirë ka qenë biseda me Mbretin e Lirë, një bisedë e këndshme, në këto momente, po themi, të vështira të jetës, nuk kanë momente vështira, po nuk shoh fort arsyeshme që të ndalem sepse nuk kam dashur ta bëj publike kur atë pjesë të jetës, nuk e kam bërë asnjë publike, dhe as nuk duhet ta bëj publike sepse mendoj që ka të tjerë që atë pjesë të jetës e kanë pas shumë më të madhe në atë vështirësi, në atë vujtje, se sa vetëm, edhe jo kam lënë aty në ta dëshmojnë atë. Ndoshta në të ardhmen nuk e diet në pleshtit thellë, ndoshta mbi në dëshira në rrëfy për këto gjëra, por ama unë mendoj që njerëzit edhe në momente të mbylljes plot kanë mundësi që mjedisin armiqësor ta kthejnë midis miqësor. Betejë jonë është që armiqësinë ta kthejnë miqësi. Pra, unë nuk mendoj që ka njeri në botë me cilën ti nuk mund gjesh pika përbashkuese. Unë mendoj se veç njerëzit me zemër të madhe e kanë këtë aftësi. Unë me shumë botë. Duhet pa, me këtë dytë jam krejt dakord. A beson se letërsia dhe gjuha ka qenë një mjet shumë i fortë rezistence edhe i një shpëtimit personal për ty? Shumë herë, jo një herë, shumë herë. Ja, nuk po dërgoj vetëm një fakt. Në rini, kam 2 libra që me kanë krijuar një marrëdhënie shumë harmonike me veten. I pari ka qenë një libër i René Descartes, Ligjërat me metodën, ku një mik i jemi më shet pak të ngarkum nga mosha dhe më thotë mua, nëse ti do më shpëtu nga kjo ngarkesë, ti duhet të zëvendësosh këtë ngarkesë që keni kujtesë me ligjërimin Ligjërat me metodën të Descartes. Ky është një njeri që nuk është ma, ka mësoj s'po ja për nga emrin po. Ishte një shumë i ditur në qytet, i jashtëzakonisht i ditur, i nderuar, i respektuar në qytet. Dhe
fakti ishte një ri dhe kur më tha, nga që një gjosha shumë fjallë dhe kisha besim shumë të ka ishte më thënë dhe e marrë me lezu ligjatë në metodë, më të imendu që e libër filozofik do të po lezojës po marrë vesh atë gjë. Që ndodhi? Për mora e lexova të çemon e libër. E libër filloi hinin në kujtesën time dhe zëvendësoj atë fiksim që unë kisha atë moment për diçka dhe filloi hinin jetën time në mënyrë të vrrullshme libri dhe çfarë ndodhi më mirë. U shkuta nga realiteti i cili ishte mbytës. Dhe atëherë pa më thanë ma, ky miki jemi, çfarë mora një libër tjetër për kinë se për të vrarë kohën, por jo, në të mora Shtetin dhe Qell Haroldi. Ai në qoftë se lexat në metodë më harri një ditë, ky më harri 2 ditë se lezohet 2 herë. Dhe çfarë ndodhi? Brenda meje, në kujtesën time, filloi të zhvendosoja çfarë kisha mendim përpara dhe filloi të hinte një bota e librit, e cila ishte filluar të zënte vend fuqishëm në kujtesën time. Dhe ky vend që zonën e kujtesë largoi fiksimin e mundshëm që kisha atij momenti. Dhe sa herë për shembull në jetë që jam momente jo, po themi, jam i mërzitur, nuk e kuptoj, sepse njerëzit nuk e kuptojnë nga se ngarkohen negativisht. Unë në përgjithësi gjej një libër i cili mendoj unë, për shembull, shtëpi kam libër të cilat fakt mund pa luftojnë atë ngarkesë emocionale të padëshuar që kam në atë moment. Për shembull, shpesh kam bërë me Qell Haroldi, me Shtetin e Qell Haroldi, por kam bërë me Goethen, me lirikët e Goethes. Kohë të fundit nga herë me muzikën. Pra duhet të bashkëpunosh me artin në mënyrë të tillë që arti fillojnë të ngarkojnë ty pa ditur ti se çfarë po ndodh me ty, por një marrëdhënie intensive me te, në mënyrë që të ndikojë edhe në kujtesë, por edhe në emocion. Profesor Adzef Blumi shkruan një vepër, cilet na jena burgjli, edhe faleminderit që e solli për shqiptarët në rrëna për me tregu. A keti ndërmend me sjell një vepër të tillë? Edhe a ke me i kallëzu njerëzimi diçka të pak të qytetit Shkodrës? Dëgjoj, unë mendoj që ka disa mënyra për të treguar se kush je. Për shembull, unë mendoj që ai është një libër monumental faktikisht, i rëndësishëm, shumë rëndësishëm për ne, për kujtesën tonë historike, për kulturën shqiptare, se vetë fakti që ka kaq përmendet mëlla kudo. Citohen pafundësisht pjesë nga libri i tij. Njerëzit nuk intereson rastësisht, nuk është e kot kjo marrëdhënie me te, pra është një libër i rëndësishëm për ne, shumë rëndësishëm. Absolutisht. Rënon me tregu, jetot për me thanë, për me tregu se çfarë ka ndodhur, që brezat të dinë çfarë ka ndodhur në mënyrë të tillë që ato të mos ta ripsojnë edhe një herë atë që ka ndodhur, por ta parandalojnë. Ai libri ka efektin e parandalimit. Siç ka efektin e arti, çdo art ka efektin e parandalimit të gjërat pa bukura që kanë ndodhur në shoqëri. Sepse zakonisht për shembull nëse ne marrim kryeverbet e lehtësisë botërore, po diverse me kujdes, janë ato gjëra që dalin nga normalja, ngjarje të rëndësishme, por që sjellin shpeshherë fatalitete të mëdha dhe njerëzit përpiqen të mësojnë nga fataliteti tjetër që të mos u psojnë vetë. Kjo është problemi. Në thelb, kjo është marrëdhënie me artin, projektime emocioneve, ngacmime të fuqishme, në mënyrë që ti të jetosh ato pa pas nevojë të kesh psime për tyre. Rënon me treguar, pikërisht ajo e Atë Marin Sirdani, që është Atë Marin Sirdani thotë Patezevi që ti duhet jetosh, duhet të rrësh për me treguar, duhet të rrësh për me i thanë njerëzimit se çfarë ndodhi këtu. Kurse ato dallë tjetër që kishte Patezev Blumi, ato ngjarje të furishme, nuk mendoj që janë pjesë e çdo individi. Dhe unë jetoj me tregu, dhe unë vazhdoj të tregoj, sepse unë tregoj me mënyrën time, për shembull. Unë kam bërë disa libra. Ju për shembull kur kam përkthy po themi arti poetik Boalos, unë kam qëllimin e mi vetëm ka qenë dhe i parë, që njerëzit të dinë për këtë mjeshtri diçka që nuk e dinë deri tani. Këtu në Shqipëri. Edhe të kenë mundësinë që të komunikojmë me një artist madh i cili mund t'i mundsojë ato për të pas një ide, një vizion dhe një marrëdhënie më të mirë me artin, pra të mos dështojnë në hapat e parë. Po të kenë një mundësi tjetër, dhe kjo është komunikim faktikisht, ajo është bolo, por unë e kam për unë. Të një farsojt, unë komunikoj, tregoj, rrëfej. Po rrëfej këtë. Pra, kjo është mënyra jote për me rrëfej. Po, rrëfimit, kjo është një mënyrë tjetër, përkthimi është një mënyrë rrëfimit. Studimi shkencor është një mënyrë rrëfimit, edhe studimi shkencor, po dimet që bëjmë ne dhe fakt tregojmë o përpiqemi ti
Ti mundsojnë tjetrit të marrë në harkun e pak minutave ato që ne kemi studiuar për 3 vjet, 4 vjet. Unë për shembull kam një botim kohë telefon që kam 2 vjet që marrë me të, dhe tjetër e zonë për 15 për 2 orë. Dhe përfiton gjithë ato mund që kam bërë marr. Dhe unë Merr një esencë. dhe unë jam i lumtur që e marr, kurse që ta marrin. Sepse pikërisht për këtë punë është bërë. Dhe për këtë, pra kjo është rrëfimi im. Kjo është natyra e rrëfimit. Ndoshta thashë dhe në pleqësi thellë, ndoshta më lind dhe mu dëshira me dërgu ngjarje fantastike si Odises, si Homerit. Po të shohim. Oroj ta kena podcastin ne që ti rrëfesh këto. Mos keni pak frikë se edhe këtu pak rrëfimi janë, edhe këtë që më bëjmë ne. Profesor, ju keni për krah një grup fisnike. Dhe unë gjaj rastin ta përshëndes bashkëshorten tuaj, është një grup e mrekullueshme. Në fakt e përshëndesim të gjitha, Faleminderit shumë. se përveç se e respektojmë shumë e dona shumë. Faleminderit shumë. Dhe në fakt kisha dashur, me ditë nga ju, sekretin e një familje që transmeton dashni, respekt dhe pozitivitet. Në lidhje me familjen, unë mendoj familja është një ndër dukuritë më të rëndësishme të arritjes së njeriut në gjithë historinë e vet. Sidomos familja, koncepti që kemi pothuajse ne gjithë për atë çfarë është familje. Por problemi lind si mund ta ndërtojmë atë, si mund ta bëjmë atë të ndërtojmë një familje të shëndosh, të aftë me përballu marrëdhëniet me jetën, vështirësitë dhe kur ky koncepti i familjes ka filluar të hyjë në krizë, do ta pranojmë sot është koncepti i familjes është në krizë. Kafka faktikisht e paralajmëron krizën e familjes. Te një vepër e tij Metamorfoza, dhe duket sikur e lidh pashmërkmërisht me parazitizmin si dukuri, fenomen rënimtar i qenies njerëzore. Pra në rënimin e familjes e sheh nga elementet pra nëse gjithë pjesëtarët e familjes nuk marrin përgjegjësi për as sa mundën të kontribuojnë në atë që quhet familje, familja gjithnjë shkon drejt rënimit të saj. Por nëse secili prej pjesëtarëve ndër përsipër të luajë rolin e vet, baba rolin e atësisë, mama mamësinë, vajza bisin, djali birësin, pra 4 funksione të rëndësishme në jetë. Nëse biri bëhet një fëmijë i det, është një biri i det, pra si mund të jetë një fëmijë i det? Është kur ai merr përsipër fatet e tij në këtë familje, që këtë familje ndërtesë sa familje të mos shëmet. Prindi, mama dhe baba nuk mund të bëjnë parazitizmin. Haj si punon bashorti musmunduxha, duhet të gjithë të punojnë, të kontribuojnë, e të rremojnë, se gjithë si varkën, në një drejtim që varka e familjes të ankorohet në brigje të sigurta, jo shkëmore, por në limanet të qeta. Nëse liria është zgjallje, edhe po ta marrim zgjalljen që influencon dhe mundet me kriju situata nga më të ndryshme. Nëse të kthehesh në të kaluar. E kaluara është fshe atje në subkonsciencën tonë, në interesat e dukshme dhe të padukshme të kujtesës sonë, por unë kur fjallë ndoj shikim retrospektiv, pra duhet pa se që kam bërë në jetë, a kam pendesat forta për ato çfarë kam bërë, të thëmë drejtën, pendesat forta nuk gjej asnjëherë. Dhe forta nuk gjej. Në një pendim këtë vogël, nga një tejkalimi i qastit, nga një impuls i qastit, për cilën nuk kam pas pikën e zorit me kërku falje, ndaj kujdo që mund të kem lëndumin e fjalë gjatë, nuk kam në zor të madh kur e shoh, kur kam vedijen e plot që unë e kam rënë tjetër, nuk kam në zor mi kërku falje. Por jo kam gjetë të tjerët, nuk kam i mërzim se kam gjetë të tjerët, sepse nuk kam dorën time të tjerët. Ato që unë kam dorën time, nuk kam pendesa të mëdha, sepse mendoj që në përgjithësi kam pas disa parime të hekurta që më kanë qeverisë marrëdhënien me jetën. Ato parime i kam marrë, në rregull e kam respektuar, edhe sa dukem kështu antikonformist, por ka një problem.
unë jam një i rregullt, shumë i rregullt për shembull. Në qoftë unë kam arrit disa gjëra i kam arrit sepse kam pasur rregullin xhan parsorë në jetë. Do të thënë çdo gjë, do të thënë në pjesën më të rëndësishme të studimeve të mia i kam arrit fal një rregullësie pa shembull. Si janë njerëz më të rëndësishëm që kanë influencuar në këta pikpamjet e tuaja në jetën tonë? Që i kishe veçu, se i thajnë. Janë shumë, nuk mundëm me veçu. Kanë kontribut shumë tek unë shumë njerëz. Prej prindëve, prej bashkëshortës, edhe prej fëmijëve, pa diskutim, prej mos vëllezrit, motra, vëllezrit, baba, por mendoj që kanë pas ndikim të fuqishëm shumë njerëz që kanë pas në marrëdhënie në jetë me to. Në dorën përpjek vazhdimisht me shqu tek të tjera të hanë që janë pozitive dhe që më kanë ndihmuar mua në jetë. Unë kam një marrëdhënie kur kam pas me njëri jam mundu që asaj marrëdhënie të vjel më të mirë, mos pra të kthehet një marrëdhënie që të krijojnë lehtësi nesër me jetën, po jo të më vështirësojnë jetën. Nuk e kam lënë rastis, nuk mendoj që duhet të lënë rastis. Ne jemi qenë të përgjegjshme dhe si sot Aristoteli dalojmë nga qenet e tjera sepse ne jemi vetëdijshëm për atë çfarë bëjmë, pra këtë vetdije që ne na dhan, kjo arsye fort që ne kemi, duhet ta shfrytëzojmë dobit ton, pra nuk duhet bëjmë gjërat për mendimin tim pa logjikshme, pavarësisht se ne nuk kemi në gjendje të qeverisim plotësisht vetveten, as në legislacion, as në sjellje gjitha. Por ama, pra sa na lejon mundësia ne që të jemi të vetëdijshëm dhe racional, duhet të kërkojmë përmes kësaj marrëdhënie racionale lidhet sa më të sigurta me të tjerët e me botën. Ne jena jetik, human, përpara se me kenë gjithë shka tjetër. Sa ndikojnë tek ne humja njerëzve më të rëndësishëm? Shumë. Le të fillojmë çështë familja. Shumë. Të njerëzit tonë më të afërt. Kur nuk mund ta përballojmë vetëm. Kur. Ne kemi nevojë gjithmonë për të tjerët, për fjalën e ngrohtë të tjerëve, për sjelljen e mirë të tjerëve, për çdo lloj fjalë më mburë kur kam humbur të mat, isha një gjendje shumë shqetëse, domethënë një vjet rresht e kam menduar për ditët e mas të vitit më largu, çuditërisht nuk e kam sikur më është fanit në sekondë dhe mas nuk kam filluar me menduar më. Por nuk kam vërej që fjalë që ishin shumë pak që më dukshin këtë pavlefshme në jetën tjetër të përditshme, kur më kanë thënë njerëz të zakonshëm aty që vishin për vizitë, më mushshin, më ngarkoshin mirë dhe më bëshin më qëndërstar dhe me qëndru për balë jetës. Do thanë, se humbit e familjes, ose se të mos humbit familje janë shumë të randë, do thanë, por dhe humbja miqve është shumë randë. Humbja miqve, po dhe çdo vdekje njerëzore është shumë randë. Atë kur humbim një njeri që e njohim, diçka është largu nga kujtesa jonë. Dhe nuk do të ketë ma kujtesa e përsot. Do të ketë shkuar, por nuk do të kujtesë, nuk do të gjenerojnë kujtesë të ardhmë. Ne jemi takohemi nesër masit prapë. Pra, vetë fakti që do të jetë vetëm pjesë e kujtesës, pra, dhe ne humbim me te në humbim një pjesë tonën, ai humb faktikisht, por e humbim dhe ne. Kur vdes dikush, një pjesë e jona fillon dhe humbet. Nuk është këtë kollaj. Ne përpiqemi kanë ndërtu këtë të majmë kujtese, përjetësisht kujtese, do t'i majmë të janë gjitha fjalë ngushtuese dhe ne përpiqemi majtë kujtesë, por kujtesa se çdo kujt tjetër, edhe jo është e varfër, nuk është në gjendje depozite kujtesë me majtë gjitha emocionet, mendimet, pamjet, imazhet e shkurës dhe fillon dhe krijon atë një humbje që faktikisht bëhet gjithnjë e madhëshme dhe më madhe me kalimin e viteve, kur ti bashkë me vetëdijshëm se çfarë vërtet ti humb. Po kaloj pak në sferën filozofike, a është vdekja stacioni i fundit? Vdekja stacioni i fundit, unë mund t'jap përgjigje njerëzore, ose unë përgjigje hyjnore s'mund t'jap kësaj, por në rrallë kam menduar për këtë çështje, do të thënë drejt e shpirtit, sepse unë faktikisht me gjërat e vështira përpiqem me më shmang dhe përpiqem me jetu për ditë. Për gjërat të cilat nuk e kam dorë, pra mua s'm ka pyet kush as kur kam ardhur, as kur do t'iki. Por një pyetje e bëj vetë gjithmonë. Sa të jem këtu duhet jetu më mirë. Kur për ditë, për jetu më mirë.
dhe me kanë në harmoni me jetën dhe me dash jetën deri në ditën e fundit të jetës. Unë do të ftoj ta duket jetë deri në ditën që të kem fryt. Dhe du jetën dhe jetën duket e bukur, e pa zëvendësueshme është do momenti i saj. Nuk ka moment të saj që mund ta zëvendësoj. Edhe gjithë shkura kanë e shkushme për mua. Dhe do të jetë edhe këto që sa të kemi përpara, se edhe fort shumë nuk kam shumë para, po as sa të kem, unë do të kërkoj që ta jetoj deri në minutën e fundit të jetën dhe të mendoj për jetën jo për vdekjen. Nuk mendoj kur për të. Mendoj vetëm për jetën. Këtë kam dorë, këtë do të bëj. Dhe pa që jetën sa më gjatë. Falenderoj shumë edhe ju. Liria është pak subjektive, ti mund t'jesh i myllë në një vend, po mund t'jesh një liri shpirtënore dhe mendore shumë të madhe, universale, po thamë. Por i don edhe ajo liri që thoni ju, i don disa nima të vogla. Për shembull, ti mund të jesh i lirë në meditim, mund të fëtrosh kudo me meditimin tënd, mund të jesh nuk ke dëshirë të jesh në parajsat e zot, por don një mjet, don një libra, don një televizor që të shohësh, të udhtosh me të tjerë është problemi. Për shembull, të shohësh një po themi po lexoj një roman të mirë, për shembull, dhe se du ta theksoj këtë gjë, diçka të vogël, do të them. Unë këshilloj që fëmijët duhet lexojnë libra, njerëzit duhet lexojnë libra që tashmë e kanë marrë konfirmimin se janë libra të mira. Se librat në përgjithësi, nëse lexohen pa një maturi, janë të dëmshëm, po as sa ilaçet. Po sa do barna qia, që mund pish, dhe libri bëhet i dëmshëm, nëse nuk ke një këshillues të mirë. Pra, unë këshilloj shumë që të lexohen libra në sugjerimin e dikujt që vërtet ka pas një marrëdhënie të mirë me librin, ose është njos i mirë diçkaje. Sepse rrezikojmë të lexojmë libra dhe të ngarkohemi negativisht së mbrëmshme. Për shembull, unë për veti kisha pranuar më parë me lexu 10 herë Hamletin, rresht, se sa me lexu 10 libra të dobët. Më thonë, po eksperiencë është dhe jo, unë kam frikë që është si puna e saj eksperiencës së telenovelave. Një telenovel qëllësërisht bëhet për 3 muaj, kurse një film i mirë si Troja, për shembull, don 3 vjet më bë. A thu rastisht don 3 vjet më bë? Këto telenovela që shohim, unë mendoj që për shembull ose këto filmat që prodhohen kështu si në seri gati. Problemi është edhe promovohen në masa të mëdha, pra edhe bëhen edhe bestseller mundësisht, kështu që ti do të rosh thua bestseller do ta blej. Kjo është problemi. Ose ka një marketing kaq të mirë, Ka një marketing shumë fort, disa prej ata vinë më afër se sa ato libra që me të vërtetë duhen lexu. Unë mendoj që shkolla duhet të qëndrojë afër qytetarëve. Shkolla dhe duhet të ndërtuhet edhe promovimin dhe edhe mass media duhet të jetë një grup njerëzish që të vetë ofrohen për pyetjet publike, që publiku i thjesht të bëjnë pyetje dhe të dinë i dashur çfarë duhet të lexojnë, sepse marketingu më thosh këtu, por çfarë thon ti për shembull, po të shihni një emision të Rai Uno, është për shembull kur ato këshillojnë se çfarë qytetari duhet blejnë në markat. Këshillojnë, mos e blej këtë. Ne këshillojmë këtë. Po pra, është shumë e thjeshtë edhe kjo, sepse edhe na si Ikon Podcast këshillojmë të gjithë publikun që e ndjek Ikon Podcast që të këshillojnë më parë me një profesor si profesor Vincenzi ose profesor Ivan Libra ose edhe shumë të tjerë për çka me lexu, edhe se si me u kultivu kulturalisht. Patjetër, shumë e drejtë është. Shumë e drejtë sepse kam frikë pastaj leximi i paorientuar mirë të shkaktoj më tepër pasoja negative se sa pozitive. Jena një qytet shumë të ndjeshëm edhe shumë të thellë. Si është Shkodra në sytë e tu, profesor? Shkodra është një qytet i cili, unë mendoj që është qyteti më qytet që ka Shqipëria. Këtu nuk kam asnjë pikë dyshimi. Nuk jam krejt dakord që Shkodra është vetëm traditës, jo, Shkodra ka edhe sot procedure të gjalla të rëndësishme që ndikojnë jetën publike të marrë shqiptarëve. Nuk është e vërtetë që Shkodra ishte, Shkodra do është, Shkodra është dhe sot. Shkodra është qytet elegant, qytet me shije, qytet me kërkesa të mëdha, që e aborton mediokritetin, nuk e marr mediokritetin qyteti i Shkodrës, nuk e pranon.
Në Shkodër ka cilësitë e qyteti perëndimor, i cili njësohet me të mirën, me të bukurën, me të hishmen, por refuzon batakçit, refuzon nuk bën za qytetarët. Por ama me mësirën e vet në Shkodër, por me shiu me kujdes, veçohen njerëzit e vlefshëm nga njerëzit pa vlefshëm në sy të publikut krejt lehtësisht. Nuk e kanë vore këtë dukuri përveç se në qytetet perëndimore, në asnjë qytet tjetër, jo për Shkodrën, unë jam në harmoni të plot me qytetin e Shkodrës, si person. Absolutisht. Më thanë jetoj diku tjetër në Shqipëri, përveç se Shkodrës, unë në mënyrë kategorike nuk jetoj. Kjo është punë për mua, këtë e kam premë dhe e tham publikisht se s'kam asnjë zor për këtë punë. Pse sepse mendoj se qytetaria këtu është shumë më e lartë se për faktor të qëndësishëm qytetit, për traditën, tu ka diçka që nuk ka një tharmë që nuk e kanë qytetet tjera. Edhe për fat mirë, ai tharmë është i fortë, është i qëndësishëm, nuk duket fort, por në Shkodër është. Në Shkodër Shkodra din të vlerësoj më mirë se asnjë qytet tjetër cilësitë njerëzore. Këti qyteti elegant, si që thotë ju, unë po nisem atë që the, i dha me një personazh i cili është i respektuar dhe jep një kontribut të jashtëzakonshëm si që jeni ju. Të faleminderit që ishte sonte me ne. Ju falenderoj edhe juve, ishte kënaqësi që e ndava këto minuta, këto orë. Na ke emocionu pa fund, edhe di që edhe publiku në Ikon Podcast keme emocionu pa fund. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Natën e mirë miq. IBC Telekom vjen tani me një ofertë të re, ofertën për te limiteve. Për të gjithë klientët e ri, në Tiranë që barapaguajnë 6 muaj, marrin plot 6 muaj falas. E janë pranë pikave tona IBC. Paguani 6 muaj dhe për 6 muaj të tjerë mendojmë ne.